Qendra për menaxhim me kriza në Kërçov shënoi 20-vjetorin e themelimit me një manifestim solemn, ku vlerësua puna dhe kontributi i kësaj qendre gjatë 2 dekadave të funksionimit. Suzana Tasevska, udhëheqëse e QMK-s në Kërçov, theksoi rëndësinë e themelimit të këtij institucioni. Кога центарот беше основан, идејата беше јасна да постои институција која ќе биде срцето на системот за превенција, координација и справување со кризни ситуации. Kur qendra u themelua, ideja ishte e qartë, të ekzistojë një institucion i cili do të jetë zemra e sistemit për ndërhyrje, koordinim dhe prevenim dhe përballje me situata emergjente. Nga atëherë deri më sot kjo qendër u bë shtylla kryesore e sigurisë, institucion në të cilin qytetarët mund të mbështeten në momentet më të vështira. Ta ndër të tjerat udhëheqësja e QMK-s në Kërçov, Suzana Tasevska. Ndërsa Murat Zenku nga qendra për menaxhim me kriza tha se gjatë këtyre 20 viteve kjo qendër me sukses është përballur me të gjitha sfidat, si zjarret, përmbytjet apo edhe pandemia e COVID-19. Gjatë këtyre 20 viteve kemi qenë dëshmitar të krizave të ndryshme, nga fatkeqësitë natyrore si përmbytjet dhe zjarret deri te sfidat shëndetësore dhe sociale. Çdo herë qendra ishte aty me organizim, me një plan, me njerëz që nuk u ndalën për asnjë pengesë. Ishte pikërisht kjo gatishmëri dhe përkushtim që bën qendrën më shumë se sa një institucion, e bën atë një rojës të stabilitetit dhe besimit të shtetit tonë. Të pranishëm në këtë jubilej ishin përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale, si dhe bashkëpunëtorë të ndryshëm të cilët kanë qenë pjesë e rrjetit të ndërveprimit në rastet e krizave. Në fund të manifestimit, Qendra për Menaxhim me Kriza ndau mirënjohje për institucionet dhe personalitetet që kanë dhënë kontribut të çmuar gjatë këtyre 20 viteve bashkëpunimi.